Ka ndodhur ndonjëherë të futesh në një emision pa e kyçur mikrofonin? Jo, deri më tash. Ka ndodhur të ftosh dy mysafir në të njëjtën ditë? Sot fatkeqësisht nuk më kishte ndodhur. Sepse më ka ndodhur edhe mua, po këto janë gjëra që nuk i tregojnë njerëzit. Më ka ndodhur dy palë mysafir të ftojnë në të njëjtën ditë. Sepse gjithkush mund nuk jemi perfekt. Perfekte. Po, fatkeqësisht mediat e japin perfeksionin, nuk jemi absolutisht perfekt, hiç më larg se sot më kishte ndodhur që dy mysafir në të njëjtën orë, në të njëjtën kohë ti kisha caktuar, edhe pse unë çdo ditë i kam nga dy mysafir, prej orës 9 ose edhe 9:30, të dy ti kisha caktuar në 9:30. Fatmirësisht njëri. Apo ti aq e mirë sa të dy erdhën. Të dy erdhën, njëri para kohë, njëri nuk u kuptua, nuk u morë. Kjo është ajo gënjeshtra e ëmbël e bardhë që ne e transmetojmë, se nuk merren, nuk kuptohen as pak këto brengat që i kemi neve. A erdh, pse s'erdh? Ku mrive, a je këtu zbret organizatori e merr, lëshoje një këngë dhe këto janë gjëra që nuk e lejojmë të kuptojnë opinionin.